Ajo që më bën përshtypje në vitet e fundit është se një pjesë e mirë studentëve zgjedhin edhe profile të tjera, të cilat mund të jenë edhe studime shumë të shkurtë, që kanë të bëjnë me estetikën për shembull. Dikush e quan pak të çuditshme këtë, por për shembull ne kemi vajza të cilat kanë mbaruar studimet dhe më pas kanë bërë le të themi kurse të specializuar në fushën e estetikës. Ajo që më bën përshtypje në vitet e fundit, vajzat që kanë një qasje të madhe, le të themi, drejt nutricionit, për shembull drejt dermatologjisë, domethënë kujdesit të lëkurës të tjerë, bëjnë këto le të themi profilet profesionale, të cilat zakonisht janë 2 vjeçare, mund të jenë edhe privat, po mund të jenë edhe në shtet. Për shembull, në Universitetin Aleksandër Mursiu ku jam, ne kemi një profil për shembull shumë interesant, kujdesi ndaj moshës së tretë, ose kemi 0 deri në 3 vjeç. Po ashtu kemi studimet profesionale, të cilat studentët zgjedhin, le të themi, mekanikën, zgjedhin elektrikën, zgjedhin studime detare. Po ka shumë, sepse madje pjesa më e madhe e studentëve të cilët janë në studime profesionale, atje janë të gjitha angazhuar, të gjitha serviset, jo vetëm në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, dhe sigurisht ato janë praktikisht edhe teorikisht në universitet, po njëkohësisht edhe praktikisht në punë dhe janë zanatçi të menjëhershëm dhe ata shkojnë direkt te puna me një kohë shumë të shkurtër, le të themi, të studimeve të tyre 2 vjeçare. Për shembull ka ndryshuar edhe çësia që dikur juridiku ishte në mod, por tani për shembull kemi vajza të cilat bëjnë magjistraturën, kemi vajza të cilat janë prokurore, kemi vajza të cilat studiojnë informatikë ekonomike. Domethënë ka një kënd të parit të ndryshe të profileve të qenurit profesionist në një fushë X. Për shembull sot nuk shikohet më aspekti gjinor, nuk ka më ndarje gjinore se ti do gjesh një punë e cila është e thjeshtë, ti do gjesh një punë e cila të garanton punësimin e përhershëm, ndoshta edhe një profil i cili mund të jap përveç se një punë 8 orash, le të themi, mund të jap edhe një mundësi tjetër për t'u angazhuar 2 orë, për t'u angazhuar si konsulent, për t'u angazhuar ndoshta edhe në fundjavë, sepse normal nevojat ekonomike dhe qëllimet e individëve janë të ndryshme. Ajo çfarë më bën përshtypje është sepse gjenerata Z përgjithsisht ka filluar ta kuptoj, le të themi, këtë joshjen e studimeve të informatikës, të IT-s, domethënë profili i inteligjencës artificiale i ka joshur dhe normalisht e kanë pak më shumë të orientuar. Nuk mund